çfarë roli kanë prindrit në zhvillimin e trurit të fëmijët? Si duhet sillemi me ata ne, si prindër, që fëmijët kenë një rritje normale, ti them, apo të shëndosh? Prindet, po edhe gjithë njerëzit që janë në rreth janë shumë kanë një ndikim shumë të madh në zhvillimin e fëmijëve, sepse si të spjegova, truri merr informacionin që ka një mjedis e në ashtu zhvillohet edhe modifikohet. E në sidomos në çdo njerëz që janë e din në ndërveprim me fëmijët, dhe kanë influencë të madhe, se ashtu truni dhe zhvillohet, fëmijët dhe marrin informacione, kur komunikojnë me njerëzit që janë në rreth, me prindrit, sidomos se kur janë të vogël ata kanë ma shumë influencë, se ma shumë i shohin, po edhe mësuesit, edhe familja në qerdhje, kur njerëzit që janë me fëmijët kanë shumë një ndikim të madh e të rëndësishëm për fëmijët për zhvillimin e trurit. Duhet sa më shumë, sidomos kur janë shumë të vogël në ke foshnjë, do të komunikojsh non-stop me fëmijët, edhe t'u japish një mënyrë momente ku dhe komunikojsh, dhe u tregojsh diçka dhe në natyrë ose me librat, për shembull, shumë të lexojsh me ata pi të vogël, t'u tregojsh se si është ajo një gjë të shkëlqyeshme për ty edhe për kuriozitetin, do të aq shumë kuriozitetin e fëmijëve do ta promovojsh. E ne të nefish që atë kuriozitet të kenë dobi prej asaj.